kjo sallë të mbushet kaq shumë, kjo tregon që të gjitha gratë, në momentin që ka lexuar titullin e kësaj ekspozite Dyert e shpirtit, janë ndjerë pjesë e këtij aktiviteti. Sepse të gjitha juve gra keni 30 vjet që jo pak herë është dashur që shpirtin tuaj ta mbyllni, ta kyçni diku, të mbani me vete brenga, të mbani me vete problematika, të mbani me vete her pas here edhe shkelin dinjiteti, të jeni lodhur, të jeni bërë pesimiste. Dhe kjo ka bërë gjithmonë të jeni në atë dilemën, të jeni tek vetja juaj që keni qenë, apo tek e ardhmja juaj. Dhe kjo ka bërë që dikush ta shpreh me poezi, dikush ta shpreh me këngë, dikush ta shpreh me një penel, me një vizatim. Dhe besoj të gjitha këto piktura që janë këtu tregojnë që shpirti i juaj, i grave shqiptare, i ka hapur dyert e tij. Ka vendosur që të mos jetë më vetëm një grua emigrante, po të jetë një grua me dinjitetin e vet. Të jetë një grua që shpirtin e artistit mund ta zhvillonte si në Shqipëri edhe këtu. Dhe më vjen mirë që gratë janë rreshtuar dhe janë gati që të vi, po do presim pak. Në radhë të parë dua të bëj një përshëndetje për zonjën Sofia Çambierin. Ka këmbgulur shumë për të bërë kjo ekspozitë. Dhe sot u kërkojnë pjesë të gjitha grave që janë piktore diletantë që dhe në emër të ambasadores, e cila ndodhet në Shqipëri për një forum ekonomik midis Shqipërisë dhe Greqisë, të shpreh nga ana e saj për gëzimet, për shpirtin artistik që ju tregoni pavarësisht të sfidave që u ka ofruar jeta. Vërtet ambasadorja s'është, po ju sot keni presidenten e organizatës tuaj, zonjën Ilona Kataro. Kjo ishte për ambasadoren tonë, me shumë respekt. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, para se të filloj Antoni. Agapimeni mas në Felis Trunara. E dashur psikologe i jetës Sofia Çambieri, të nderuar miq, bashkëpunëtor dhe pjesëmarrës. Mirë se erdhët në këtë mbrëmje që flet me ngjyra dhe frym. Ka rrugë që nuk kalojnë përmes qyteteve, po përmes zemrës. Ka dritë që nuk vjen nga dielli, por vjen nga njeriu. Dhe është kjo dritë, kjo frymë e gjallë që prej 9 vitesh e bën organizatën Jeta më shumë se një emër. E bën një udhëtim që ngre shpirtin dhe bashkon njerëzit. Jeta lindi si një nevojë për t'i rikthyer njeriu vlerën, dinjitetin dhe dashurinë. Ajo lindi si një nevojë e brendshme për t'i rikthyer tek njeriu atë që shpesh humbet mes përditshmërisë, që është shpirti i tij i gjallë. Këtu çdo antar është një zë, një ngjyrë, një frymë. Këtu nuk flitet për art, por arti jetohet. Sepse është ja arti i të qenit njeri, arti të prekurit, të shprehurit, për të ndarë bashkë ndjenjën e brendshme që kemi brenda vetes. 9 vjet më parë, jeta nisi si një ëndër e përbashkët, atyre që besonin se njeriu mund të rritet përmes dashurisë, kulturës dhe vetdijes. Që atëherë kjo ëndër është bërë realitet. Është një realitet i gjallë. Një hapësirë ku njeriu mëson të shoh veten, të dëgjoj shpirtin dhe të besoj në forcën e tij të brendshme. Në këto vite kemi organizuar 10 aktivitete kulturore, sociale, ndërgjegjësuese, trajnime për zhvillimin personal, workshope arti. Kemi hapur klasa të gjuhës shqipe me 120 nxënës. Kemi organizuar mbrëmje poetike, takime me gra, protesta ku kemi kërkuar të drejtat tona.
Edhe takime me politikanë kemi organizuar, si dhe veprimtari humanitare për komunitetin shqiptar në Greqi. Në këto 9 vite udhëtim, kemi ndërtuar shumë më tepër se sa aktivitetet që numërova. Kemi ndërtuar ato urëzat që lidhin zemrat. Kemi sill bashkë qindra njerëz që nuk njiheshin më përpara, por sot ndajnë të njëjtën frymarrje, të njëjtin ideal, të jetuarit me ndërgjegje, dashuri dhe dritë. Një pjesë e veçantë e punës sonë ka qenë fuqizimi i gruas, për ta ndihmuar të gjejë zërin e saj, të besojë në vetvete dhe të marrë vendin që i takon në shoqëri, sepse dhe burra do jenë dakord që gruaja, kur ngrihet gruaja, ngrihet vetë jeta, dhe këtu nuk e kam fjalën për organizatën. Çdo hap i organizatës son ka qenë një hap drejt vetdijes. Çdo aktivitet ka qenë një mënyrë për të rikujtuar se arti dhe njeriu janë një, se njeriu i ndriçuar është ai që shërben tjetrit me zemër sa herë që ka nevojë. Në çdo eveniment kemi prekur tema që flasin për faljen, duke i hapur portën çdo kult pa kufizime. Kemi folur për dashurinë prindërore, pranimin e vetes, fuqinë e heshtjes dhe bukurinë e qenies njerëzore. Në këto 9 vite, organizata Jeta ka qenë frymëzimi i parë që hapi rrugën për nisma të reja dhe nga drita e saj u ndezën edhe zëra të rinj, u krijuan shoqata të reja dhe kjo është një dëshmi se fryma që këtu nisi dhe vazhdon të përcjellet më tej dhe besoj se ky moment e do një duartrokitje. Ekspozita Dyert e shpirtit është një ftesë e butë por e fuqishme. Të hapi secili derën e brendshme dhe të shohim dritën që ruajmë brenda vetes, sepse pasaj shpesh qëndron një univers që pret të njihet, plot ngjyra, kujtime dhe heshtje që më në fund mëson të flas. Ky ekspozit është fryti shumë duarve, shumë shpirtrave që kanë gjetur mënyrën e tyre për të folur pa fjalë. Është një rrëfim i përbashkët për atë që ne kemi qenë dhe atë që duam të bëhemi. Njerëz që guxojnë të hapin derën e vetë të brendshme të shpirtit dhe të ndajnë dritën me të tjerë. Si presidente e organizatës Jeta, ndjej një mirënjohje të thellë për secilin që ka ecur me ne në këtë rrugëtim, për ata që na besuan, që na dhanë kohë, zemër, frymë dhe ngjyra. Faleminderit që jeni pjesë jona. Ju jeni dëshmia se kur njeriu vepron me shpirt, arti bëhet jeta vetë dhe jeta bëhet art. Pa jush, organizata Jeta vazhdon të rritet, të ndriçojë dhe të kujtojë botës se edhe në kohë të vështira shpirti nuk dorëzohet. Dyert e shpirtit nuk janë vetëm një ekspozit, janë një përqafim i përbashkët, një dritare e hapur kur shohim veten. Dhe unë kërkoj nga ju sot që të udhëtoni në kujtimet tuaja, të gjeni grimca nostalgjie tek pragu i shtëpisë së prindërve që ka pikturuar një shoqja jon. Unë gjeta personalisht 2 lotët kur dola nuse nga i prag. Tek piktura me 3 zemra gjeta familjen time, ndërsa në këtë sallë gjej familjen e madhe të jetës. Ju falenderoj. Kemi punuar me mjete të ndryshme dhe të shumta, siç është piktura, siç është poezia, siç është muzika, këngët, I kemi në grup Gozat e Dashura, por kemi punuar përveç fjalës edhe me mjete të tjera. Është për të theksuar nuk ajo mitologjia e lashtë greke. Erosi, Psika, Narcisti, të gjitha janë komadja që I kemi të gjithë brenda vetes. Dhe nëse I kapim qoftë edhe nga pak, ndoshta e njohim veten tonë akoma më shumë. Cilave kemi rritje shpirtërore. Dhe shumë të tjera mjete, të cilat na kanë sjell në këtë rrugtim, në këtë udhtim të përbashkët. Kemi kaluar 3 ekspozita. Ekspozita e parë Unë vetvetja, të cilat gjetën aty veten e tyre dhe hodhën në talajo ngjyra dhe ato emocionet që shpeshherë ndoshta ishin edhe të pathëna. Ekspozita e dytë ishte pema e jetës. Aty punuam me rënjët tona, punuam
me familjen, punua me fëmijërinë tonë, me lidhjen dhe komunikimin njerëzor. Dhe sot vi me ekspozitën e tretë. Përveç këtyre, kemi bërë aktivitete të muzikës dhe të poezisë. Kemi ndërlidhur kulturën shqiptare dhe atë greke. Lulieta Gjerazi, Irena Shuli, Ana Boci Paskali dhe dy këngëtare tona të dashura që të gjithë juve e njihni, Teuta Pango dhe Elena Kaçi. Ajo që doja të thosha, më bëri të shpytim Një ndjenjë, një dritë, që së bashku formojnë një mozaik të jashtëzakonshëm, do ta thoja me gjithë shpirt, një pemë e gjallë e shpirtit shqiptar që rritet midis dy kulturave, duke ruajtur rënjët dhe duke shtrirë degët drejt dritës. Fjala për ju, le t'i dëgjojmë përgatitjen e tyre. Të ndjekim tek tema e lirë, te tema dyert e shpirtit dhe te pema e lumturisë. O pikturë ideale, e vjetër, 1000 vjeçe, që në çdo kohë i fali njeriu të bukurinë. Ti shfaqë ngjyra angjëllore, por nën to rreth loti i njerimit njerëzor. Bravo, Shërka! Ti mbulon me ngjyra të ngrohta plagët e jetës, ndërsa shpirti i botës dritet nën to. Ah, sa shumë erë arti këshe dhimbjen. Dhe unë pys me angth shpirtin tim, a mund arti t'jetoj mbi lotët e tjetrit? A mund ngjyra të mos njolloset kur përzihet me gjakun e jetës? Por prap njeriu pikturon, se pa art nuk di të frymoj, edhe kur bota është plagë, ai e mbulon me dritë që të mos humbas shpresën. Faleminderit. Tema e jetës sime është e mbirë në tokën e mirënjohjes. Çdo rënje saj mbaj kuptime, njerëz e dashuri që më kanë bërë njeriu që jam sot. Jeta është një pemë. Rënjët janë e kaluara jonë. Trungu është forca që na mban. Degët janë ëndra që vazhdojnë të rriten drejt dritës. Në këtë pemë, degët më të bukura janë mipërit e mi. Ata janë fryti dashurisë dhe vazhdimi i jetës sime. Në sytë e tyre shoh dritën e shpresës dhe gëzimin që më kujton se çdo ditë duhet të buzëqesh. Kur fillova ta pikturoja këtë shtëpi, vjeva një gëzim të thellë, sikur po hapja një derë që më çonte drejt fëmijërisë time. Është shtëpia në Podgori e Korç, shtëpia ku u linda dhe u rrita. Vendi ku ndjeja për të deljet e ngrohta nga duart e nënësime, për krahti, këshillat dhe mësimet e babait tim. Netët e diurit, ku në atë shtëpi kishim në çdo mbrëmje festë, se ishim shumë fëmijë. Çdo ngjyrë që vendosa ishte një përqafim i kujtimeve. Qielli blu, rrugicat me ploça të shtruara nga duart e babait, dritaret që hapeshin në mëngjes për të futur rrezet e diellit. Ndërsa pikturoja, djeva shpirtin tim të qesh. Krahërori im të zmadojt nga gëzimi. Më kujtua nëna ime që mbushte ujë në pus dhe ujite lulet me shumë ngjyra. Kjo shtëpi është porta e shpirtit tim. Aty ndjej siguri, dashuri dhe rrënjët e jetës sime. Duke pikturuar, e kuptova se arti ka fuqinë të na rikthej tek vetvetja, tek ajo ndjesjes e pastër që na bën të ndihemi si në shtëpi sërish kudo që jemi. Porta që hapa drejt dritës. Një ditë jeta më trokiti në derë, jo butë, por fort. Ajtë sot rëmba, ishte qashti për trupi më përshpëriti, lalo më dëgjo. Kaluan ditë të vështira.
plot ankth të reshtje. Problema dhe fizikë kalimi. Nëse jo për skjufrim që më ka hape dhe në shpirtit dhe mos kjo frikë. Porta e shpirtit janë ato portat që hapin horizonten, na çojnë në botë të reja dhe na lojnë të hyj energjia pozitive. Kjo energji na frymëzon me rrezet e dritës, me ngjyrat e shpirtit, duke na dhënë forcë për të ecur përpara. Në portat e shpirtit fshihet e sare ndjenjash dhe përvojash. Drita jep shpresë, ndriçon krijimin, artin dhe shpirtin. Besimi tek vetja është ajo fuqi e brendshme që na ndihmon të ecim përpara në rrugën e jetës. Edhe pse rruga e jetës është e vështirë, shpresa mbetet drita që na udhëheq edhe në errësirë, frymëzimi që na jep forcë për të vazhduar. Një bravo të fuqishme të gjitha ne vajzave të grupit dhe për Sofiën tonë udhëzisë e denj, e falenderoj nga zemra për fuqizimin e dinjitetit e personalitetit të tij e të gjithë pjesëmarrësve të grupit. Αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, αυτό που κάνετε είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό γιατί τιμάει το προσωπικό ταξίδι της κάθε γυναίκας ως άτομο, αλλά τις τιμάει και σαν ομάδα. Τιμούν δηλαδή το ρόλο τους ως μέλη μιας ομάδας. Η τέχνη είναι έκφραση πολλών πραγμάτων. Η Σοφία δεν είναι πάρα πολύ ωραία, ψιλοκατάλαβα κάποια πράγματα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης και είναι για μένα ένας τρόπος βούλησης να μιλάμε για αυτά που τα έχουμε λίγο ξεχάσει, δεν θέλουμε να τα πούμε. Είναι μοναδικό όλο αυτό που κάνετε. Χαίρομαι πολύ που το γιορτάζετε. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία που πάρετε όλα τα ονόματα. Γιατί όλοι αυτοί οι πίνακες έχουν ένα όνομα και ένα επίθετο, ανοίξει σε κάποια ιστορία. Ακριβώς. Είναι τρομερά συγκινητικό και εύχομαι πραγματικά να γιορτάζετε όλες αυτές τις στιγμές του κάθε ταξιδιού και να είστε ενωμένες και να στηρίζετε η μία την άλλη, διότι αυτές είναι έννοιες που δεν θέλουμε να χαθούν σε όποιο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο και αν βιώνουμε, γιατί οι άνθρωποι όταν είναι μαζί, όταν στηρίζουν ένας τον άλλον, μόνο μπροστά πάμε, πάντα. Και αυτό το έχει δείξει η ιστορία, ότι οι άνθρωποι βάζουν ρίζες όπου και να είναι και κάνουν τις οικογένειές τους, είτε είναι βιολογικές οικογένειες, είτε τις χτίζουν από επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Νιώθω τεράστια τιμή και ανατριχιάζω μόνο και μόνο που βλέπω όλους αυτούς τους πίνακες και τα χαμόγελά σας και χαίρομαι τρομερά που έχει πολύ έμφυλη διάσταση όλο αυτό το εγχείρημα που βάζουμε έτσι μια γυναικεία φωνές, έτσι υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Τα επόμενα. Dhe nga shpirti saj, lindin ëndrat, kujdesi dhe shpresa. Çdo grua mban brenda saj shumë dyrë, të cilat hapen në vitet. Dyrë që të çojnë drejt gëzimit, të tjerat që fshehin plagët, dhe disa mbeten gjysmë të hapura, duke pritur dritën të historisë. Por me kalimin e kohës, rreth shpirtit të saj ngrihen mure të padukshme, për të cilat Kavafi thot. Pavore, ngritë rreth vetes mure të larta, të forta, dhe s'pash do se si më ndërtuan. As nuk dëgjova ku punonin e më rrethuan. Dhe gruaja mbyllur në heshtje e vetë, një ditë kthen dhimbje në forcë, loti në poezi dhe frikën e ndron dashuri. Muret nuk janë fundi, por fillimi i dritës së re, që fillon të lind nga brenda. Faleminderit. Në çdo grua ka një derë të shekur, që pret një dritë, një frymë, një kujtim. Aty ku lotët thehen në ngjyra dhe fjalët në këngë shndrohen dal nga dal në shpirtin tim. Çdo penen prek një kujtim të rrugëtimit jetësor. Një
një plagë që flet, një shpresë që zgjohet, në murin e jetës hape dritare, ku fryma e dashurisë rilind dhe gëzohet. Sepse çdo derë që hapim nuk na ndan më nga bota, por na bashkon me të, me dritën, me jetën, me shpirtin e përbashkët të njeriut, se arti i bashkon njerëzit me shpirt. U lind dhe u rrit baba im, kalova vitet më të lumtura të fëmijërisë time. Aty ku dëgjoja historitë e dy gjyshëve të mi, dy njerëz intelektual, dy mësues që jetuan dhe luftuan për shpërndarjen e dritës së dijes në Shqipëri. Ata që më mësuan të mos ndalem kur së kërkuar i kuptimin dhe të vërtetën e jetës. Jeta më solli në udhën time, edhe unë bolla pemën e familjes time, pemën e lumturisë. Në çdo det të saj është një emër, një fytyrë që dua, një zemër që më mban. Rënjët e saj janë dashuria, kujtesa, mirënjohja dhe bashkimi ynë. Pema është jeta vet, ajo rritet, lullëzon, përkullet nga stuhit, por ngrihet përsëri akoma edhe më e fortë me dritën rilindase të mëngjesit. Kjo pikturë është një falënderim shpirti i heshtur për të gjithë njerëzit e mi të dashur që më dhanë forcën dhe dashurinë. Dhe gjithashtu është një kujtesë e butë që lumturia nuk është diku lart. Ajo është aty ku janë njerëzit e mi të shtrenjtë dhe aty ku hapet dera e shpirtit tim. Faleminderit. Në temën e lirë, zgjedha të pikturoj numrin 57 dhe shinat e trenit. Jo thjesht si kujtimi një ngjarje të dhimbshme në tempi, por si një plagë që flet ende në shpirtin njerëzor. E pikturova si një shenjë, si një heshti që klith, si një lum i ndezur në kujtesë, që na kujton se arti nuk lind vetëm nga gëzimi, por dhe nga dhimbja, e cila kërkon të kthehet në shpresë. Tema e ekspozitës Dyert e shpirtit më çoi thellë te kujtimet e mia, tek rroficat e fëmijërisë, tek ajo derë e vjetër që më pret ende në kanin. Zgjodha të pikturoj muret e gurta, sepse ato janë kalaja e shpirtit tim. Aty u ndjej sigurinë, mbrojtjen, rrënjët. Janë muret e shtëpisë së prindërve, ku koha nuk ka fuqi të shlyejë kujtimet. Në qendër pikturova derën e hapur pa çelës, një derë që nuk kërkon leje, sepse është dera e dashurisë, ajo që të pret gjithmonë, për të të kujtuar se gjithmonë ke ku të kthehesh. Pema e lumturisë për mua është bajamja, pema e shpresës, pema që lullëzon, para të gjithave. Ato që mitologjia e quan simbol të dashurisë që triumfon edhe mbi vdekjen. Sepse kjo është jeta, një derë e hapur të dashurisë. Unë kthehem shpesh tek ajo portë, ku u linda dhe u rrita, atje ku nena më priste me sytë plot mallë dhe dritë. Më prit nena, i thash dikur, para se të nisesh ato në kubet. Më prit, do të kthehem edhe nëse kufiri mbyllet. Ajo buzëqeshte dhe më përgjigjeshte, do të pres gjithmonë, me sytë nga rruga që ti do të vish. Sot, ajo porta është ende aty. Aty është dhe obori, i mbushur i gjelbëruar, i mbushur me lule. Kemi dhe një fole dallëndyshe, si dikur, aty që ndron dhe ajo. Një ditë, nipi im Trazovac, fillovi që të prishte folen. Joj, thot vllai, mos e prish, se dallëndyshet janë shtegtare si halla jote. Po i prishe folena dhe i mbylle portën, ato nuk do të kthehen me. Që atë e here, kuptova se zemra jonë është një portë që duhet mbajtur hapur. Jeta është një udhëtim dhe portat e shpirtit duhet i mbajmë me dritë e dashuri. Kjo pikturë i përket temës së lirë, të cilën unë ja kushtoj miqësisë,
dhe i quaj kopshti I misis. Këto 15 lule përfaqësojnë 15 zemra, 15 shpirta të bukur që ecin bashkë. Me jemi të ndryshme, ashtu si dhe ngjyrat e luleve, secila me historinë, ëndrat dhe jetën e saj. Dhe kur jemi bashkë, krijon një ngrohtësi dhe një harmoni midis nesh. Ajo që na bashkon është një kuptimi, besimi, dashuria, mbështetja, energjia e ngrohtë që se gjen kudo. Ky kopës nuk është vetëm një pikturë për mua, është një ndjetësi e bukur, një gëzim, një qetësi, është vendi ku lirshëm rritesh, lullëzon dhe je vetvetja. Të bashkuara lullëzojnë bukur. Por mund të hapet me dashuri dhe me art. Sepse përmes artit, njeriu nuk shpëton nga jeta, jo, por rilind brenda saj. Rilindim edhe një herë brenda në jetën tonë. Juftoj të qëndrojmë për pak sekonda në heshtje. Mundemi? Faleminderit. Të ndijim energjinë që mbush këtë sallë të mbrëmjet. Dhe më pas, me zemër të hapur, të këndojmë së bashku këngën që përfaqëson frymën e këtij udhëtimi. Duke kënduar këngën, shtëpia jon, po e mbyllim për sot paraqitjen tonë, të falenderojmë ambasadën për këtë hapësirë që na dha mundësinë të vim këtu në shtëpinë tonë dhe të hapim zemrën, sepse vetëm këtu mund të ndihemi që jemi me të vërtet në shtëpinë tonë. Vetëm këtu mund të ndihemi që përqafohemi, vetëm këtu mund të ndihemi që jemi pjesë e njëri tjetrit, sepse me dhimbjen, me dashurinë, me lotin, jemi ne që bëjmë antropotitën, që bëjmë njerëzimin, por njerëzimin me thellësi, me pastërti, me njeriun e bukur në shpirt. Dhe shpirti do ushqim. Prandaj dyert e ambasadës janë të hapura për ushqimin shpirtëror. Falas! Shua, ku linde urit baba im, është bërë nga gjyshi im, nga një themelues I parë I shkollave shqipe në veri të Shqipërisë, luftovi dhe jetovi për shpërndarjen e dritës së dijes dhe në momentin e fundit. Jam krenare e këtu. Kjo këtu është familja që kam ngritur unë. Janë fëmijët e mi, unë dhe bashkëshorti. Dhe ajo është një perëndim dielli në Behar. Se unë Beharin e kam pikën time të tokë. Këto janë punët tonë. Kemi shprehur gjithçka ndjejmë dhe punuam në grupin tonë. Qëllimi sotëm? Qëllimi sotëm të tregojmë ngritjen tonë personale, në grupin e ngritjes personale, dhe temat që ne bëjmë I hedhim në këto piktura, duke mos qenë profesioniste, ala nxjerrim shpirtin tonë këtu. Ne jemi një shtëpia